Berisha, ndërkohë, sot në Seli pritët aleatët tuaj tradicional dhe forumin për dialog të zotit Ermal Hasimja. Çfarë u diskutua në këtë takim dhe cili do të jetë skenari i protestës së 10 shkurtit? Faleminderit. Partia Demokratike ka mbështetur plotësisht iniciativen e këtij grupi intelektualsh, të cilët janë të përkushtuar për bashkimin e të gjitha forcave politike opozitare dhe faktorëve të tjerë në betejën kundër të keqes më të madhe që ka njohur dhe ka pllakosur Shqipërinë, kundër Edi Ramës dhe qeverisë së tij. Ne patëm një diskutim të frutshëm si koalicion dhe mund të them se koalicioni mbështet plotësisht nismën e tyre. Skenari i protestës? Urdhoni? Për protestën? Skenari i protestës si do të jetë? Skenari i protestës ditët në vazhdim do azhurnohi me te. Sot është vetëm njoftimi sepse mezi pristin njerëzit datën. Po, absolutisht. Njerëzit me padurim pristin datën e protestës. Dhe u zjat biles pak. Ndërkohë socialistët nuk do t'ju presin më shumë se të hënën për t'ju bashkuar punës për reformën territoriale. Cili do t'jetë qëndrimi juaj, zoti Berisha? Mbrojtja që ata i bëjnë, bllokimi që i bëjnë drejtësisë dhe mbrojtja që i bëjnë vjedhjeve miliardsha të Edi Ramës dhe Lubi Ballukut bëjnë të pamundur çdo formë bashkëpunimi me mandatet e krimit të kësaj mazhorance. Lubi Balluku është historia me turpshme e një vendi në cilin kreu i organizacë kriminale përdor si mburoj atë për të shpëtuar veten e tij. Për të shpëtuar veten e tij. Do t'u regjistrojeni mundësisht dhe u ftoj qytetarët ta regjistrojnë memorien e tyre. Garantoj se sot në planet nuk ka një kryeministër të dytë si Edi Rama i cili prapa çdo firme të ketë një vjedhje. Nuk ka. Prapa çdo vendimi të ketë një vjedhje. Nuk ka. Nuk ka. Ndaj dhe kjo që shifti me Ballukun ka të bëj vetëm me këtë që thash. Ju morët vesh. 10 ditë më parë i dha vllau të vetë 30 me 2-3 vendime me firmë, nominale, 38.000 metër katror tokë, 37.000. Tokë publike. Pasi ka vjedh vetë bazat e ushtrisë, Limjone me radhë, tani është kthyr reparteve me vllanë e vetë dhe u rëmben tokën me emër. Me emër. Nuk ka. Në çdo vendim ka vjedhje. Në çdo vendim ka vjedhje, ka plaçkitje. Ndaj dhe ai nuk mundet kursesi të pranoj heqjen të se shkon vetë
të shkoj para drejtësisë, po do a çoj sovrani. Zot Berisha, ndërsa ju paralajmëroni protestën e radhës dhe ndërprerjen e bashkëpunimit me mazhorancën, Guximi sot juaj, nga Tirana, raporteri Revolta juaj, Andres Shide zemrimi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian ka deklaruar se ne mendojmë që ka ardhur koha tashme që kultura politike në Shqipëri të bëjë një hap përpara të mos dramatizohet gjithçka, të mos fillohet me koktejle molotovësh, por të luftohet fort me argumente të forta në skenën politike aty ku duhet. Kjo vlen edhe për opozitën edhe për qeverinë. Ju si opozitë, si e merrni këtë mesazh? Zoti Shider është një parlamentar europian, raporter për Shqipërinë i Parlamentit Europian, dhe në këtë kontekst është një zotëri i nderuar dhe i respektuar. Mendoj se shqiptarët pristin prej tij dhe presin jo vetëm prej tij, por presin nga Brukseli. Kërkesën për të mbrojtur standardin europian, i cili standard edhe 12-13 vite më parë në këtë vend detyronte ministrat për koincidencë dhe zëvendës kryeministrin, që kërkohej nga prokuroria e imunitetit të dorëzonin imunitetin para se të votonte parlamenti, të dorëzonin imunitetin. Para se të dorëzonte parlamentin. Zoti Shider, për fat të keq, as dhe përfaqësuesi i Bashkimit Evropian, ambasadori Gonzato, madje zoti Gonzato pak më thellë se zoti Shider, por nuk e kërkuan këtë. Dorëheqja, heqja dorë nga imuniteti dhe dorëheqja nga detyra, kur drejtësia kërkon ndjekje penale dhe heqje imuniteti, është në radhë parë jo vetëm një standard kushtetues, si në Austri, edhe në Shqipëri, edhe në Itali dhe kudo, por është parazgjithash një standard etik moral shumë i rëndësishëm. Kjo është përndryshe, thash dhe një herë, ajo është një reporter që ka tagrin e paraqitjes së realitetit siç është në Bruksel, ndonë se theksoj se grupi popullor ka dhe ai reporterin në hije për Shqipërinë dhe pritet që dhe ai të vinë në Shqipëri. Po mirë është që tek shteti ligjor dhe kushtetuta të mos kemi dallime popullor dhe socialist, po të jemi një lloj. Faleminderit.